Divjaka ka çelur zyrtarisht sezonin turistik me një festë organizuar në zemër të parkut kombëtar Divjak Karavasta. Bizneset turistike prezantuan ofertat dhe gatime tradicionale me çmime të pandryshuara, ndërsa peshku i freskët mbetet një nga preferencat kryesore të vizitorëve. Gjatë gjithë kohës ne jemi te pjesa e produkteve të zgarës, te pjesa tradicionale që ne kemi si Divjak, te pjesa e gjerave të detit. Çdo vit domethënë mundsojmë pjesën e çmimeve më të ulta. Divjaka ofron në turizëm 12 muaj të vitit, siç dihet Divjaka ka shumë gjëra të veta tradicionale, duke filluar nga ushqimet, nga fauna, duke filluar nga çdo gjë që ne ofrojmë, laguna, pylli, bregdeti i mrekullueshëm, është gjithmonë më lirë në çdo vend. Në ritmet e muzikës dhe atmosferës festive, të rinj vallëzuan për orë me radhë duke i dhënë jetë hapjes së sezonit veror të Divjakës. Më pëlqen shumë atmosfera këtu, edhe më pëlqen që bëhet festë. Çdo vit. Është diçka që i mungon Divjakës, dhe shumë që ndodh mirë në kaq kohë. Mua pëlqen shumë personalisht. Autoritetet vendore bëjnë të ditur se janë marrë të gjitha masat për mbarvajtjen e sezonit me fokus pastrimin e vijës bregdetare dhe mbështetjen e operatorëve lokal. Përveç plazhit, Divjaka vijon të tërheq turistët gjatë gjithë vitit me shëtitjet në lagunë, vrojtimet nga kulla panoramike dhe natyrën e qetë të zonës.